Ky është liçeni Oslomes në Kërqov, një vend atraktiv për peshkim. Është hera e tretë të vit që këtu po mbahen gara peshkimi. Në këtë garë 24 orëshe marrin pjesë ekipe nga vende të ndryshme. Celovi voduo, to znači vo par селти и имаме 9 екипи. Од цела Македонија има, од Битола, Прилеп, Кичево, Скопје, цела Македонија. Кои сакат, се прејавуваат. И победник ќе биде онај пар кој ќе улови најмногу риба. А моментално јас кога имав последно мерење во 6 сата утрово, и моментално води парот që е на позиција број 2. Garuesit janë të kënaqur pasi, siç thonë, liçeni është i pasur me shumëllëshmëri peshqish dhe ka pozicion gjeografik shumë të mirë. Liçeni më i mirë për peshkim është ky liçeni Oslomet. Pse? Që ka peshkim, domaçinat janë në rregull, kryetari i shoqatës na pranojnë sikur shka duhet, na presin sikur shka duhet, na përcjellin, janë korrekt. Kryetari i shoqatës Hunterfish Besmir Elezi, i cili ka në koncesion liçenin e Oslomes dhe Lument, thotë se ka punuar mjaftueshëm, por mbeten ende punë për t'u bërë. Në pozitivitet, në favor të mirë për peshkatarët, për njerëzit që ecin, edhe për pamjen. Sidomos me këta platformat e peshkimit kemi bërë diçka shumë, kemi ndërtu 13 platforma edhe kemi materiale edhe për 5 tjera. Edhe kemi planin që t'i bojmë afër 24 platforma peshkimi. Kështu pastaj kemi shtruar zall me rrugën e kemi shtruar me zall, se e din si ka qenë këtu me gropa, me baltë dhe kështu. Edhe tani ne si koncesioner, ose më përpara ishëm si entuziast, tani jemi koncesioner oficial, që jemi në koncesion të akumulacionit të Oslomes dhe gjitha lumeve në komunën e Kërqovës. Edhe pse shoqata e ka shtruar rrugën me rër, megjithatë rruga deri te liçeni lë për të dëshiruar. Ky liçen ka filluar të bëhet atraktiv viteve të fundit pasi po shfrytëzohet nga peshkatarët. Megjithatë, mbetet ende shumë për t'u bërë që të mund të shfrytëzohet si atraksion për qytetarët.